Parashikimi i motit 3 prill 2025, alternime e kthjellimesh dhe vranësira. Ditën e sotme vendi ynë do të mbetet në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme, duke sjell alternime e kthjellimesh dhe vranësirash të shpeshta në pjesën më të madhe të territorit, më të theksuara në skajin jugor. Parashikohet që orët e pasdites dhe në vijim të shtojnë vranësira duke gjeneruar shira në pothuajse të gjithë territorin e vendit, ku në zonat juglindore priten dhe rebeshe, ndërsa vija bregdetare do të paraqitet me alternime e kthjellimesh dhe vranësira por pareshje. Temperaturat e ajrit do të pësojnë rritje në vlerat minimale, por ulen lehtë maksimume duke u luhatur nga 4 gradë Celsius vlera minimale shënuar në qytetin e Ersekës, deri në 22 gradë Celsius vlera më lartë, e cila pritet në qarkun e Durrësit dhe Fierit. Era do të fryejë lehtë dhe mesatare me shpejtësi mbi 40 km/h nga drejtimi kryesisht veri perëndimor. Kjo do të bëjë që në brigje detare të krijohet dallgëzimi mbi dy ball.